Dhe ne këtu jemi për të folur pikërisht për ata të cilët paratë e shqiptarëve abuzojnë. I pinë shishe verë nga 33.000 euro, bëjnë udhëtime me charter personal, mbushin tubat e aspiratorëve me para, paratë e akshit. Dosja e akshit është fundi Edi Ramës. Dhe Edi Rama, po ju them, në oborrin e Edi Ramës tashmë, do duhet që spaku të trokas dhe të japi llogari edhe për tenderat të cilët janë shpërndarë dhe zonja Balluku do duhet që të tregoj se me urdhër të kujt i ka dhënë këta tendera. Pra, unë ju siguroj që do të ketë informacione të cilat tregojnë qartazi, mesazhe ku zoti Rama i thot zonjës Balluku pritë këtë biznesmen apo atë biznesmen. Dhe kjo tregon qartazi që këto nuk janë një qeveri dhe një kabinet që ka ngrënë dardha pas kurrizit e Edi Ramës, por tregon qartazi që ka ngrënë dardha bashkë me Edi Ramën. Unë dua t'i rikthehem sërish protestës. Kemi një tjetër protestë më datë 20 shkurt. Kemi deklaratat e zotit Berisha që kanë thënë që këto janë kilometrat e fundit të zotit Rama. Për shpejtimi këtyre protestave do të thotë mbase që këto janë kilometrat, pra po i afrohemi sa më tepër kilometrave? Unë mendoj që protesta datës 20 shkurt nuk do t'jetë një protestë si gjitha protestat e tjera. Ndjes, në fakt, gjithmonë kështu thuhet dhe i njëjti skenar përdoret. Ja, do të shohim. Nuk besoj se është i njëjti skenar. Besoj se unë kam qenë deri në orët e vona mbrëm në selinë e Partisë Demokratike dhe nuk ishte ndodhur përveç datës 8 janar që policia e shtetit të vinte dhe të hidhte gaz në oborrin e PD-s. Dje është hedhur gaz në oborrin e Partisë Demokratike. Ka qenë e pamundur. Edhe brenda, të lutem, po ju them në ambientet e Partisë Demokratike. Dita them edhe në parlament. Dje është hedhur gaz në ambientet e Partisë Demokratike. Është akuzë e rëndë, patjetër. Po, ja, mbaj përgjegjësi për akuzën që po them. Dhe ka qenë e pamundur. Kemi mbyll dritarët në Partinë Demokratike sepse ishte e pamundur të diljen në oborrin e Partisë Demokratike nga gazi që ata hidhnin tek ambientet, tek lokali që është brenda Partisë Demokratike. Ju duket normale kjo? Që policia e shtetit të sulmoj selinë e Partisë Demokratike? Pra kjo tregon qartësi që ky është fundi i Edi Ramës. Vetëm një moment mbaj mend që policia përdori gaz lotësielës kur Berisha dhe zoti Basha po ziheshin për zyrat. Vetëm ai moment ka qenë policia ka përdorur gaz lotësielës. Unë do dua ta tejkaloj atë moment sepse është një moment i trisht për demokratët. Patjetër. Zoti Berisha është burr shteti e nuk shkon të zgjedh as për seli, as për zyra, as për por tregon që koha jep të drejtë. Edhe selia i kthehet të Zotit, edhe vula i kthehet të Zotit, edhe pushteti do t'i kthehet të Zotit. Të po ja u siguroj.